Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ndaj personit ekzekutuan urdhrin e prokurorit përshtetasin në kërkim me iniciale EB 36 vjeç banues në Orikum, pasi gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë i ka përcaktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale, vrasje në rrethana cilësuese kryer në bashkëpunim dhe mbetur në tentativë, si dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit. Ky shtetas në bashkëpunim me shtetasin me iniciale QB në datë 26 janar 2025 në Orikum kanë qelluar me armëzjarrin në drejtim të disa personave që ndodheshin në një lokal, ku si pasojë mbeti i plagosur shtetasin me iniciale SV. Specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin me iniciale IS 25 vjeç banues në Vlorë, pasi gjatë kontrollit në banesën e tij u gjet dhe u sekuestrua në cilësinë e provës materiale një sasi lëndë narkotike e dyshuar kanabis, vijon puna për kapjen e tij. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimi penal për shtetasin me iniciale RN 45 vjeç, me detyrë inxhinier zbatues në një kompani ndërtimi, pasi më datë 30 prill 2025 është dëmtuar gjatë punës në kompleksin që ndërtohet nga kjo kompani, punoi si tyre shtetasin me iniciale SHT 57 vjeç, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Po këta specialistë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimi penal për shtetasin me iniciale R 22 vjeçe banuese në Vlorë, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike ndaj bashkëjetuesit të saj. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Sarandë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimi penal për shtetasin me iniciale ED 20 vjeç, banues në Sarandë, pasi është konstatuar nga shërbimet e policisë në rrugën Skënderbeu, duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme procedurale.